Në hadithin e Sahel ibn Sa'dit radhiyallahu anhu, i cili tregon, thot, erdhi një njeri te pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe i tha: o i dërguari i Allahut, ma tregotha një punë që ta bëj unë atë e të më don Allahu. Dëgjoni me vëmendje. O i dërguari i Allahut, ma tregon një punë që ta bëj unë atë dhe të më don Allahu. Dhe ma tregon një punë që ta bëj unë atë dhe të më duan njerëzit. Shumë pyetje interesante. Kjo është shumë madhështore si pyetje kështu. Do të thotë, një punë me bë me mdash Zoti dhe një punë me bëj të mduan njerëzit dhe kry muhabetin. Jo 100, mos mi kallëzë se njëri nuk mundet shumë me bart apo me praktikue. E dëgjojeni tash se si përgjigjet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtij personit që bën këtë pyetje karakteristike interesante. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: izhed fi dunya yuhibbuka Allah. Tha: mos e lakmo dynjan, mos e lakmo dynjan, ka me dasht Allahu. Wazhed fi ma inda nas yuhibbuka nas. Edhe mos i lakmo njerëzit, mos i lakmo ato sendet që i ka njerëzit, kanë me dasht edhe njerëzit. Shumë letë qenë ka pra. Që kështu me përkthyje do të thotë, ndoshta shumë kujt nuk i bën shumë përshtypje, se thotë shumë e lehtë kjo. Amo kjo është baza e mirëqenjes, baza e stabilitetit në raport me Zotin, baza e mirëqenjes, baza e stabilitetit në raport me njerëzit, dhe baza që sjell dashninë e Zotit dhe baza që sjell dashninë e njerëzve. Andaj pra, mos u bën rob i dynjas. Mos e dashuro dynjan me tërqenjen dhe mos ju nënshtro dynjas në këtë proceset, se nuk mundesh. Nuk mundesh edhe nëse i nënshtruash edhe i dorëzohesh edhe punon sikur këta që po punojnë ka 2 ndërrime, sikur këta që po punojnë natën edhe ditën e po punojnë me zonë dynjan, e janë shërbim dynjas edhe prapë të pakënaqur janë. Ose po ndodhin momentin pak që po arrin, po ja merr Zoti shpirtin. Ose po ndopja ja merr Zoti shëndetin, ose po ja merr Zoti pasurinë, ose po ja merr Zoti më të dashur të vlat apo dikon tjetër. Dhe e dyta, mos i lakmoni ato të mirat materiale apo ato gjana të cilat i posedojnë njerëzit. Mos i lakmoni, sepse as nuk mundi me u marr ato gjana e as nuk mundi me arrit dashninë e njerëzve. Po çka? Kënaqu dhe lakmoj ato të mira që ti ka dhënë Zoti ty. Dhe ta kish bindjen se ti kije për jetës së kësaj bote, aq sa është hajër, aq sa është e dobishme për ty. Thot dikush jo me pas ma shumë ma mirë. Jo, nuk është ma mirë, se Allahu i madhëruar i jep robit të tij ato që e don Allahu shumë, ato që është i devotshëm, e ruan Allahu, i jep pasuni aq sa është e dobishme për të. Se kjo është njëri i devotshëm, i bë me i dhon 1 milion euro apo dollar apo franga, ky e lën takvallahun devotshmërinë. Edhe çka jepet mas jetës së dunjas, jepet mas qefeve, mas lukseve, e Zoti nuk ja jep, se Zoti e din ato të mramën që vjen. Nuk i jep autoritet, nuk i jep famë. Ky është rob i devotshëm, po Allahu nuk e bën me famë, me autoritet që me njoh dikush. Se në momentin që ky bëhet fytyrë publike dhe e njeh ndoshta lagja e vet, apo fshati apo qyteti i vet, ky fillon çka me u bë mburravec, mburret, lavdrohet. Ky mendon se është dikushi. Edhe çka largohet për rrugës së Zotit, bëhet mendje madh. E Allahu si jep autoritet, nuk i jep famë. Dikuj tjetër Allahu nuk i jep dije. Labu dikush me çfarë të Dikuj tjetër Allahu Teala nuk i jep shumë dije. Pse? Se me bokë me u bona i dietar i madh, edhe me njoft njerëzit, ky largohet për rrugës së Zotit. Me bova kia ky me qenë dietar, për shembull, me zbuluar diçka, për me na ndal çta virusat që po vijnë, edhe ky me u bë shkaktar sebeb, atë çka ndodh, pastaj ky nuk e njeh Zotin e vet. Se bëhet mendje madh. A do të na me u bon, a do të më bëj shkencëtar, na do të më zbulue, na do të më i pri proceseve. Kush na muslimanët,
Cilë prej muslimanëve, që ata që janë rrugë të Zotit, pse dikush tjetër me zbulu një vaksinë, ti e unë mos me zbulu një vaksinë, ose një ilaç. Pra, mos e lakma ato që është në dynja, ka me dasht Allah. Mos e lakma ato që është në duart e njerëzit, që ka njerëzit, kanë me dasht njerëzit. Dhe çdo kush tjetër që mundohet me arrit diçka ma shumë përveç këtyne dy formulave, nëse kam drejt me i qujt, që i ka dhënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk ka mundësi, sepse dikush është bë dhe rob i dinarit edhe i dirhemit, është bë rob i pasurisë, është bë rob i autoritetit, është bë rob i familjes apo i dikujt tjetër, mirë po nuk kam përfundu mirë, e disa ndoshta edhe kam përfunduar të turpruar dhe të dëshpruar.